Qysh me arrit na me bo dallimin mes pasurit burnout edhe me mendu që mos kemi depresion ose jemi në stres të vazhdueshëm ose. Tamam. Tash, burnouti vjen si pasojë e përjetimit të stresit edhe mbi ngarkesave, thamë edhe më herët. Pra stresi akut në kohë të vazhdueshme pa ndërprej krijohet me stres kronik. Stresi kronik, masnej gjithashtu në kohë të vazhdueshme pa ndërprerje, tu mos i qitë në pa prioritetet e shëndetit edhe të mirëqenjes individuale, ajo kalon në burnout. Po, dallimet mes burnoutit edhe depresionit janë themeltare kur vjen puna te kohëzgjatja edhe tek intensiteti i përjetimit të simptomave. Burnouti është gjendje po që kalohet më shpejt me intervenim me kohë. Më thonë, burnouti duhet me u trajtu nëse është në fazat e para, një kujdes si kujdesi i mirëqenjes të përgjithshme, për shembull, me ditë me vendos kufit mes kohës së punës edhe kohës së jetës tonë të përditshme, hobive, raporteve që i ki me familjarët, me shoqërinë, me njerëzit, pra kur vendoset një kufi mes kohës që ti punon edhe kohës që ti ki për vete, është si një hap i parë drejt mirëqenjes tonë psikologjike edhe shëndetësore. Masnej ka të bëj shumë me ushtrime fizike, do më thonë në momentin kur na përjetojmë burnout, ose në fillimet e përjetimit të burnoutit, njëna prej shkaktarëve është edhe që ajo kur na ngecim në një rreth vicios të mendimeve të pandalshme, që ndryshe në anglisht njihet si overthinking. Overthinking shpije në burnout masnej. Kështu që disa neurolog edhe neuropsikiatër rekomandojnë lëvizjet fizike që me ndihmu, me ndalu këto mendimet e shpeshta edhe mendimet e pandalshme, sepse çikisht njëna prej shkaktarëve pse nuk na lën as gjumin me bu mirë, se na bim të flajm, po truni është hala aktiv duke menduar, duke analizuar mendimet e tona. Këto mendime, a kanë të bëjnë veç me vendin e punës, apo janë mendime edhe jashta punës? Realisht, nështë tema që na po fokusohemi sot është ma tepër me fol për vendin e punës, po burnouti ndodh edhe jashta vendit të punës. Pra burnout mundemi me përjetu nga mbi ngarkesa e jetës tonë të përditshme, nga rolet e tepërta që na i kemi për shembull në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet shoqënore, kështu që burnout si shterrim emocional ndodh edhe në jetën tonë të përditshme. Po ku është ma tepër i theksum ose ku vrehet hala ma shumë, kryesisht është tek vendet e punës. Pra është mbi ngarkesa e detyrave, është mbi ngarkesa është ndoshta mungesa e menaxhimit të duhur prej individit për koordinim, për kryerje të detyrave, për listim të prioriteteve, çka kanë prioritete, çka është diçka që mundet me u kry më vonë. Pra, ka të bëj shumë edhe me individin, por edhe masnej edhe me kulturën e punës në të njëjtën kohë. Cilët janë faktorët kryesorë që na dërgojnë në burnout, kur kemi fjalën për burnoutin që shkaktohet në vendin e punës, në këtë rast? Okej. Faktorët, në fakt, janë të lloj-llojshëm. Edhe që kjo është njëra prej arsyeve pse burnoutin e bën pak të vështirë nështë për me u klasifiku si burnout, sepse faktorët mujnë me qenë të disa dimenzional. Unë çka kisha dash nështë me i klasifiku, me i potencu janë faktorët personal edhe faktorët organizativ. Sepse burnouti nuk nis veç prej punës, që ashtu që thamë edhe më herët, burnouti ka të bëjë nështë edhe me një keq menaxhim të stresit edhe të mbi ngarkesave individuale. Kush ka tendencë më shumë, për shembull, çka janë faktorët e brendshëm ose faktorët personal, kjo nuk ka të bëjë asesi me karakterin ose personalitetin. Pra kur themi burnouti që shtam na mundet më na prek të krejtëve. Po njerëzit që kanë tendencë pak më shumë me pas burnout në aspektin personal, janë kryesisht persona të cilët e kanë shumë të vështirë me vendos kufi, janë people pleasers që kanë nevojë konstant me konë aty për njerëzit e tjerë, kanë konstant nevojë me i validu edhe me bo për të tjerët, po harrojnë me i vendos kufi deri ku mundet me shku deri ku duhet me bo për të tjerët e çka duhet me bo masnej për vete. Njerëz që nuk din të thonë një jo. Definitivisht. Do me thonë këta e njerëzit
që nuk din me thënë jo, dhe kur nuk din me thënë jo, realisht nuk i ki kufit e ditën deri ku mund është ti me shku, pra arrin deri në shtërrim, arrin deri në lodhje, deri në lodhjen e skajshme, so që përjeton burnout nga keqardhja për me thënë jo. Kështu që në aspektin personal është kryesisht që ky kontekst edhe njerëzit me tendenca perfekcioniste. Për shembull, perfekcionistët kanë tendenca me kalu kohë shumë gjata, me u marrë me detajet më të emta të punëve të detyrave, e nuk e kuptojnë që kjo është gjithashtu energji e humbur, është lodhje e skajshme që po i humb energji edhe po e çon deri në burnout, pra janë tendencat perfekcioniste dhe tendencat e people pleasers që pak më tepër i gjejmë si individ ku munden me zhvillu ma tepër burnoutin. Po, asesi nuk përdu me thonë që burnouti është një dështim individual, ose ka të bëj me një tipar karakteri ose një tipar personaliteti, pra që ka përdu me thonë është që edhe na, vetë si psikolog, kemi burnout, na përjetojmë burnout. Unë besoj jam një prej tyne që në një periudhë caktuar kohore kam përjetu burnout edhe kam te i kalu burnoutin. Madje dhe si fun fact me e përmend, burnouti është shpik, është themelu si terminologji edhe nga një psikolog që nga viti 1974-ës, Herbert Fraudenberger, dhe më thonë është një ani prej psikologve, ai ka punu me orë të tana, mbi, më thonë për disa muaj rresht, ka punu nga 14 orë në ditë, e këto kur e ka shpjegu burnoutin, realisht e ka shpjegu vetë e vetë. Dhe më thonë simptomat e veta, e zanafilla e burnoutit është prej atëherë, po kështu si tim ma e nxehtë është kohëve të fundit ku edhe po ja shohim rezultatet edhe në vendet të punës, po edhe tek shterimi individual. A ka profesionet që atakohen më shumë prej burnoutit? Po, në fakt, burnouti ka profesionet cilat për shembull ma tepër kanë tendenca me zhvillu burnout, po këto janë të ndome, ndoshta i kisha da në dy kategori. Dhe më thonë janë profesionet të cilat janë pjesë e listës ose rendit të parë të kujdesit edhe që kanë ndërveprim konstant me njerëzit e tjerë. Pra janë profesionet si mjekt, infermierët, psikologët, punëtorët social, HR, dhe më thonë ose human resources, pra këto janë profesionet që ma tepër punojnë me njerëzit, edhe shterimi vjen është në dy kontekste. Është edhe shterim emocional, se është një mbingarkesë shumë e madhe emocionale kur ti punon me njerëz në situata të vështira, po e dyta, shterim emocional tek ta punojnës, është dhe pjesa ku këta nuk munden asnjëherë me bo pushim ose ndales të punës për shkak se dikush tjetër mvaret prej tyne. Do të thonë mvaret mirëqenia e një personi tjetër nga puna e këtyne profesioneve. Po them, krejt profesionet kanë gjasa që me zhvillu burnout, po këta kanë tendencë pak më të madhe me qenë se miren edhe punojnë direkt me njerëzit.